Ndodhemi në hyrje të fshatit Mingull të njësisë administrative Lunxhëri. Prej 5 ditësh ky fshat është izoluar, si pasojë e dëmtimit të rrugës lidhëse. Pamjet tregojnë qartazi dëmtimin serioz të infrastrukturës rrugore, duke bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen normale të banorëve. Gjithë faqja e malit ka një rrëshqitje të masie shumë të madhe, është dëmtuar infrastruktura rrugore dhe në fshat aktualisht nuk kalohet. Me forcat dhe në bashkëpunim me bashkinë, po bëhet e mundur devijimi i rrugkalimit për të vajtur në fshat. Aktualisht po bëjmë mbushjen e rrugës dhe sistemimin e saj. Edhe këtu është pjesë e përojit, sa e vështirë dhe sa mendoni që do jetë funksionale kjo rrugë? Ne po punojmë që kjo rrugë të jetë funksionale për një kohë gjatë, jo të përfundojmë dhe ajo të kërkojë ndërhyrje tjera. Në pas informacion që ne kemi dërguar, do ndërhyret edhe për të kaluar pjesën më ta në lumit. Gjatë këtyre ditëve kanë patur vështirësitë e tyre, sepse edhe moti nuk na ka favorizuar. Sot është një kohë e bukur, kohë me diell, por ditët e para kemi patur tepër të vështirë, sepse rreshtet e dëndura të shiut, por edhe të dëborës, na kanë vështirësuar pak edhe ndërhyrjet që ne kemi bërë në akset rrugore, kryesisht për lirimin e tyre. Pas kalimit të përojit, me këto shkallë bëhet e mundur lidhja e banorëve me fshatin Mingull.